Mirëmbrëma miq të televizionit Shpresa, do të jemi së bashku në këtë transmetim live. Sot të ftuar në studio kam zotin Anton Boçi, sekretar për çështjen e bujqësisë dhe ushqimit. Përshëndetje. Përshëndetje. Cilat janë problematikat që ka bujqësia shqiptare? Bujqësia shqiptare realisht ka shumë probleme. Edhe sot është një ditë e veçantë pas një periudhe prej disa ditësh me kohë të mirë, provokoi gjitha bimet bujqësore dhe papritmas shfaqet një ngritës ose në rënje me njëhershme temperature, sa që ka shkaktuar dëme të jashtëzakonshme në frutoret, sidomos në zonën e verilindore. Dhe mundësit kanë qenë për të anashkalu këtë problematikë, në qoftë se do ishin marrë masat. Bujqësia shqiptare, për hir të realiteti që kalojmë, ka shumë probleme. E para fillon me fraksionimin e tokës bujqësore. E dyta është shkalla e ulët e investimeve në bujqësi. Pastaj kemi problemin e financimit, niveli ulët i financave në fermeret shqiptare. Problem tjetër themelor është edhe shkalla e ndotjes mjedisore, e cila vjen si pasojë e keq menaxhimit të tokës dhe gjithë relievit. Një problem tjetër shumë i rëndësishëm është edhe çështja e ndotjes mjedisore dhe e ngrohjes globale, e cila shkakton probleme të jashtëzakonshme me mbarvajtjen e kulturave të mbjella. Një problem tjetër ose një sfidë shumë e madhe është keq menaxhimi i resurseve që ka bujqësia ose që ka relievi jonë. Problem tjetër shumë i rëndësishëm që ka shkaktuar dëme edhe një zvarritje të jashtëzakonshme në inkuadrimin e fermerëve shqiptarë në rrugën e tregut, është edhe mungesa e asistencës teknike. Pas kësaj kemi problemin e menaxhimit të tregjeve. Thuaj se tregu ose zinxhiri i tregut mungon fare. Një problem tjetër shumë themelor është edhe çështja e përdorimit pa kriter të pesticideve, që edhe kohët e fundit kemi pas ngjarje shumë sensitive. Problem tjetër që shoqërohet bashkë me këto është edhe mungesa fuqisë punëtore, si rezultat i largimit të rinisë në drejt zonave urbane, edhe pse jo edhe në emigracion. Të gjitha këto probleme, po të analizohen një nga një, del që pak është punuar për bujqësinë shqiptare. Ashtu, kush janë rrugët e zgjidhjes? Rrugët e zgjidhjes janë nga më të ndryshmet, por kryesorja është qasja ndaj bujqësisë. Deri tani ne nuk kemi pas një vlerësim sa si duhet të fermerit dhe të rolit që ka fermeri shqiptar. Po të analizojmë çështjen e tokës. Toka është e fragmentarizuar dhe e copëzuar në mënyrë të tillë që fermeri shqiptar nuk është në gjendje të përkthejë në të mira materiale djersën e tij. Fermat më të mëdha në Shqipëri nuk kalojnë 1.52 hektar, që po të krahasosh me vendet e rajonit, kjo është një shifër shumë e vogël ose e papërfillshme. Çfarë shkakton fragmentarizimi i tokës? Fragmentarizimi i tokës shkakton keq menaxhim të gjitha resurseve, duke filluar që nga mekanika, duke filluar që nga sistemet e ujitjes dhe të kullimit. Të gjitha këto janë një pengesë që bujqësia ngelet në këtë situatë që është. Problem tjetër është çështja e financimit. Financimi deri tani ka qenë i dorës dytë ose i dorës fundit. Po të llogarisim thjesht të ardhurat që siguron bujqësia shqiptare dhe në këtë gjendje mjerane që është, siguron gati 20% të GDP-s. Do thuash ti, po sa i përkthehet fermerit që ka ardhur që siguron buxhetit të shtetit? As 3%, as 4%. Atëherë fermeri detyrohet të rropatet. Problem tjetër është mungesa e mekanizimit. Fermeri shqiptar nuk ka mekanik bujqësore që ti përgjigjet niveli që kërkon koha, niveli që kërkon prodhimi ose produkti i tregut, domethënë çfarë kërkon konsumatori nuk mund të realizojë fermeri, sepse konsumatori sot është po shkon drejt tendencave elitare në zgjedhjen e produktit, ndërsa fermeri nuk është në gjendje të përgjigjet këtij trendi.
Po të analizojmë infrastrukturën. Infrastruktura është në një gjendje mjerane. Duke qenë se toka bujqësore është të copëzuar si rezultat i ligjit 7501, fermerët nuk janë në gjendje të realizojnë edhe nëse kanë dëshirë, edhe nëse mundën, nuk kanë mundësi të investojnë mbi tokën bujqësore, sepse toka është e fragmentarizuar dhe mjetet kanë vështirësi të mëdha që të operojnë sa e si duhet, me cilësi për mbjellje ose për shërbime të ndryshme. Problemi kryesor mbetet krahas copëzimit të tokës, mbetet infrastruktura e ujitjes dhe e kullimit. Sot në Shqipëri mund të themi që as 28% e sipërfaqes që është tokë buke nuk arrin të vaditet. Si rezultat i ngrohtësisë globale, uji është problemi kryesor. Dhe ne kemi shumë burime ujore të cilat shkojnë deri në det, nuk përkthehen në të mirë materiale. Financimi. Po të analizojmë financimin, në bujqësi është folë shumë për financa, por realisht asnjëherë nuk është bërë sa e si duhet. Po të bëjmë një analizë në lidhur me financimet, flitet që ka grante, flitet që ka ndihma nga Bashkimi Evropian, por tek fermerët shqiptar ka shkuar shumë pak. Edhe nëse është bërë një investim, nuk është bërë në nivelin e duhur dhe aty ku duhet. Atëherë çfarë kërkohet? Kërkohet një strategji, kërkohet një plan kombëtar, një strategji kombëtare se kush janë prioritetet e bujqësisë. Në qoftë se nuk bëhet kjo, që kjo është e domosdoshme, dhe besoj Partia Shpresë Demokrate po punon për këtë punë, ne kemi ngritur ekipe që po bëjmë një studim mbarkombëtar se kush janë prioritetet e bujqësisë shqiptare, ne nuk arrijmë të përballojmë jo vetëm kërkesat e tregut rajonal dhe më gjerë, po as kërkesat e konsumatorit shqiptar. Fuqia punëtore, si rezultat i lëvizjes demografike të orientuar ose kaotike, ka ndodhur një problem shumë i madh. Një lëvizje nga zonat rurale drejt zonave urbane dhe më tej drejt emigracionit. Sot bujqësia shqiptare, edhe me këto kushte të vështira që ka, është sektori që punëson më shumë fuqinë punëtore, ose është sektori që ka nivelin më të lartë të punësimit. Në shkallë kombëtare ai siguron gati 35% të punësimit. Por realisht vetë bujqësia ka nevoja shumë të mëdha. Si mund të zhduket papunësia në zonat rurale? Papunësia në zonat rurale e vetmja mundësi është nëpërmjet politikave zhvillimore të zonave rurale. Çfarë do të kuptojmë me këtë? Shteti ose qeveria ose politika duhet të përqendrohet nëpërmjet një strategjie kombëtare, duke zhvilluar bujqësinë, duke dërgu fonde pa kursim në drejtim të bujqësisë. Jo si janë bërë deri tani me pikatore ose me përzgjedhje. Dhe të zhvillohet agroturizmi, sepse ne kemi zona jashtëzakonisht të begata që mund zhvillohet agroturizmi. Klima jonë është jashtëmase e favorshme, toka është shumë e begatë. Ne kemi një territor që ka mbi 300 ditë me diell, që janë të pakta ato vende që e kanë. Kjo tregon që ne mund të zhvillojmë bujqësinë në çdo cep të Shqipërisë, sipas niveleve. Atëherë, si mund të bëhet që të zhduket papunësia? Duhet të joshet rinia nëpërmjet projekteve konkrete, në agroturizëm, në investime themelore. Kush janë investimet themelore? Në pemtore, në vreshta, në sera, në blegtori, që është një fatkeqësi e madhe. Blegtoria nga vitin vit, paktën këto 4-5 vitet e fundit, ka një rënje gati 10 deri në 13% çdo vit. Është katastrofë. Edhe sipërfaqja e tokës mbjell. Në qoftë se ne kemi 700.000 hektar tokë buke, realisht as 420.000 hektar nuk mbillen. Analizo ose shto faktin tjetër që kjo sipërfaqe, kjo mund të vaditet ose ka sistem vaditës vetëm 25%. Duke planifikuar prioritete specifike në fushën e bujqësisë, duke josh me kredi të buta
duke dhënë fonde, duke realizuar projekte që edhe në Bashkimin Evropian të jenë projekte elitare, të jenë projekte që me të vërtetë justifikojnë fondin që mund të alokohet, detyrimisht që rinjia shqiptare do kthehet në vend që të punojnë në përbot, të vjetë punojnë në vendin e tij. Vetëm në këtë formë. Pastaj, një problem tjetër shumë madhor që mund të zbusi papunësinë në zonat rurale është edhe dhënia e kredive të buta. Për rinin mund të bëhet një paketë specifike, kredi të buta, heqja e tatimit për një periudhë kohë të caktuar që ne mendojmë që duhet të jetë të paktën 5 vjet. Investimi nga shteti me subvencione që të garantoj inputet, fara, fidan, pesticide, plera kimike, të gjitha këto janë një shtyse jashtëzakonshme që do ajoshin rinin që të kthehet të punojnë në vendin e vet. Problem tjetër shumë i rëndësishëm është ndotja mjedisore që ka bujqësia shqiptare. Ndotja mjedisore, duke qenë se janë zhvilluar në mënyrë sporadike shumë aktivitete të ndryshme industriale edhe në periferi të zonave urbane, po edhe në zona rurale, duke mungu kontrolli nga shteti dhe nga organet kompetente, vjen të re gjithandej që ka ndotje mjedisore si rezultat i mbetjeve që krijojnë këto aktivitete të ndryshme. Kjo kontaminon tokën bujqësore, po kontaminon edhe ujërat nëntoksore, që është një fatkeqësi shumë e madhe. Toka bujqësore sot në pjesë më të madhe është e kontaminuar nga mbetje të ndryshme. Po ka dhe problem tjetër që toka bujqësore, duke qenë se është mbjell ose është kultivuar në atë përqindje të vogël që ka, pa kritere teknike, pa asistencën e duhur teknike, detyrimisht që toka ka filluar të humbi rolin e saj. Është varfëruar, ka filluar erozioni, mbjellja përfitimin e qastit me monokultur, vit pas viti e ka varfëruar tokën bujqësore. Atëherë çfarë duhet të bëjmë neve? Duhet politika specifike që çdo bashki të organizojë pikat e grumbullimit dhe të menaxhimit të mbetjeve organike, të cilat sot pretendojnë që shkojnë në për landfille, po ato janë në për vende, në për kthesa, në për rrugë, në për kanale, në vend që të kthehen një e ardhur, një e mirë materiale, to sot janë bumerang, janë ndosjet kryesore të tokës dhe të ujëra nëntoksore. Mbetjet e ndryshme organike të industrisë agro-ushqimore, por edhe të lëndëve të tjera, ka mundësi të përpunohen të shndrohen në lëndë organike shumë të pasur për tokën bujqësore. Ne mendojmë gjithashtu që bujqësia ka nevojë që të ndryshojë qasje, të ndryshojë këndvështrimin, duke u rrit niveli i asistencës teknike dhe i kontrollit nga institucionet përkatëse, fermeri do të orientohet më drejt. Fermeri do të di se çfarë të kultivojë, kush është më rentabel, kush është më i preferuar në treg, edhe orientohet drejt asaj që të ketë fitimin e pastër. Po jo, sot fermeri punon për mbjetesë, nuk siguron asnjë të ardhur, nuk është në gjendje të rigjenerojë ose të rikuperojë shpenzimet e veta. Ne duhet të mendojmë dhe po punohet për këtë punë që të hartojmë një paketë konkrete lidhur me ndryshimin e këndvështrimit të bujqësisë. Në ç'kuptim e them këtë? Nëse sot ne kultivojmë në mënyrë tradicionale, ose si themi ne teknikisht, kultivimet e një niveli që kanë në plan të parë fitimin e jo mirë menaxhimin e tokës, jemi të detyruar që të mendojmë që bujqësia të marrë drejtim drejt bujqësisë organike, jo asaj konvencionale. Konvencionale do të thotë që ne mbjellim përfitimin e qastit, përdorim këto kimikate, këto plera për një vit për dy, ama nuk mendojmë se çfarë vjen më pastaj që toka varfërohet gjithnjë më shumë. Problem tjetër kryesor është dhe që do një vëmendje të veçantë, është çështja e menaxhimit të pesticideve. Sot në Shqipëri hyn pesticide ose pa kontroll. Ose mund të themi hyn me një farë si mbyllje, dhe kur lind problemi për të analizuar mbetjet gjurmë që i themi ne teknikisht tek frutat, tek perimet, shkojnë në dogan
klientët që do i marrin përfundimisht, ata bëjnë analizat e i kthejnë mbrapsht, sepse këtu tek ne nuk funksionon kontrolli. Kontrolli ushqimor dhe certifikimi i produktit. Duhet patjetër të ngrihen laboratore specifike, jo 1 ose 2 në Tiranë, po mundësisht në gjitha qarqet. Zvoglohet koha e humbur improduktive që mund të detyrojë fermerin të marrë një parti malli të shkojë për analiza nga Saranda në Tiranë ose bie fjala nga Shkodra në Tiranë, por në çdo qak të ketë një laborator të posaçëm, siç është e mundur, s'ka në një filozofi të madhe, edhe analiza dhe kontrolli i mbetjeve të analizohet në qarkun përkatës. Po ashtu, problem shumë i madh mbetet edhe mekanizimi i bujqësisë. Bujqësia sot ka nevojë për qenë konkurruese dhe për të hyrë në treg, ka nevojë për mekanizim, ose më mirë me thënë modernizimin e proceseve të punës. Kjo mund të ishte shumë e favorshme edhe për rastin konkret që ne kemi fuqi të pak punëtore. Pra një pjesë e mirë e proceseve të punës duhet mekanizuar, që sot fermeri jonë nuk e ka këtë luks. Mund të jenë shumë të pak ata që kanë bërë diçka në këtë drejtim. Faleminderit që ishe me ne në këtë transmetim live. Miru takofshim në orën 18:00.